10 anëtarë të Këshillit Drejtues Sindikal të kompanisë Bankers Petroleum janë futur në grevërie pa afat rreth orës 10 të ditës së sotme. Ata shprehen të vendosur për të shkuar deri në fund kauzës së tyre, ndërsa gjatë ditëve në vijim pritet t'i bashkohen edhe punonjës të tjerë. Dy kërkesat e tyre kryesore janë rritja e pagës dhe përmirësimi i kushteve të punës. Sot në orën 10 jemi futur në grevërie për të arritur qëllimin ton. Qëllimi kryesor është rritja e pagave, të cilat janë shumë të ulta në krahasim me drejtuesit e kompanisë. Dhe kërkojmë ta rifitojmë dinjitetin që na ka humbur. Dinjiteti fitohet vetëm me rritjen e pagave, me vlerësimin. Keni në kompani. Unë jam prej gati 8 vitesh në Bankers dhe paguhem si fason, jo si naftëtar, realisht. Unë merrem me pajisjen e tokës. Paga ime është 780.000 lekë sot e 8 vjet. Në fush po bëj 18 vjet. Në fush marinës 18 vjet dhe gati 8 vjet me Bankers. Kemi hyrë që në fillim me shpresën se në kompaninë nafte do të trajtoheshim ashtu siç e meriton tregu i naftës. Të gjithë njerëzit, pothuajse të gjithë kanë mbaruar nga një shkollë dhe kanë dedikuar jetën kësaj kompanie, që nga arsimi i lartë e deri më pas. Kjo nuk është reflektuar në asnjë moment tek pagat e Bankersit. Bilet tani po na krahasojnë me fasonët, duke parë studiuar tregun vërtet të punës, edhe ashtu caktojnë pagat. Ne kërkojmë dinjitetin. Dinjiteti fillon që nga pagat edhe nga mënyra se si relatohen punonjësve. Deri tani për punonjësit çdo kërkesë përgjigjja e tyre është po deshet rrini, po deshet ikni. Këto protesta që po ndodhin sot nuk është hera e parë që po ndodhin, por këto kanë filluar që në vitin 2023, ku aty punonjësit vetë me dëshirën e tyre, vullnetin e tyre, pas një lloj organizimi sindikal, kanë dalë dhe kanë protestuar për pagat. Sa duhet jetë të paga e një punonjësi? Atëherë, minimalisht në sistemin e naftës, në industrinë e rëndë të naftës, duhet filloj të paktën nga minimumi të jetë 1 milion lekë të vjetra. Por, në Bankers tashmë as punonjësit fillojnë nëpërmjet kompanive nën kontraktore, do më thënë kanë hequr dhe punësimin bazë të jenë Bankers, i kanë hequr i shkelin të drejtat. Dhe këta punonjës, gjithsesi, këta punonjës që fillojnë nga kompani të tjera, fillojnë me 530.000 lekë të vjetra. Deri këtu shkelet direkt ligji, pasi ligji thot, i statusit naftarit thot që paga e një punonjësit të naftës duhet të filloj, duhet të jetë sa 150% e pagës minimale në shkallë vendi. 400 punonjësit e Bankers, së bashku me punonjësit e administratës qendrore, kërkojnë një zëri rritje page të paktën 1.000 euro në muaj. Nga ora 7 e mëngjesit të ditës së nesërme do të ndërpritet puna, gjë që pritet t'i shkaktoj kompanisë dëme të mëdha ekonomike. Kjo është protesta e 4 të organizuar nga sindikata e Bankers gjatë vitit 2025. Kërkesave të tyre nuk është ofruar asnjë zgjidhje, ndaj sot ata morën vendimin ekstrem për të shkuar në grevërie. U përkujtua sot 81 vjetorit çlirimit të qytetit të Fierit. Në ceremoninë jubilare të 81 vjetorit të çlirimit të Fierit, u vendosën kurora me lule pranë monumentit kushtuar kësaj dite historike. 15 tetori do të mbetet në kujtesë si dita e çlirimit të Fierit, dita më e rëndësishme për këtë qark. Sakrifica dhe vepra e 1900 partizanëve të kësaj zone, prej të cilëve 447 ranë dëshmor, meriton mirënjohjen dhe vlerësimin e të gjithëve, tha kryetari i veteranëve Vangjel Ndreko. Për çlirimin e qytetit Fierit u angazhuan disa forca, u angazhua grupi 3 firma dhe kastër dhe njëkohësisht brigada 16 sulmuese. Sulmi filloi gati si të them 45 ditë që u bë një luftë ndërmjet forcave partizane dhe ndërmjet gjermanëve dhe ajo që ishte më rëndësishme, lufta që u bë ishte në qafën e Koshovicës, sepse që andaj ktheshin autokolonat gjermane për ta rëndim forcave gjermane që ishin këtu. Këtu në Fier ishte një batalion i divizionit 100, batalion gjerman i divizionit 100 dhe si rezultat i organizimit të luftës nga shtabi drejtues për çlirimin e Fierit,
ata u ndodhen sitush në Tryshni dhe në sulmin partizan të furishëm dhe ishin detyruar që të largoheshin. Ajo që më 15 tetor, do me thënë nga ora 5 mbas dite, fieri pothuajse u qirua plotësisht. Nga grupi 3 firmave kaset, ne kemi lapidarin qafën e Koshevicës, ku janë mbi 16 dëshmorë, po njëkohësisht u vranë edhe nga brigada e 16 sulmuese, e cila sapo ishte formuar, u vranë nga 4 veta. Kështu që, por ajo që ishte e rëndësishme, do me thënë u vranë gati 72 veta nga gjermanët, u kapën gati 70 kamiona që u kapën, jo sekuestrua dhe që morën armët të cilën i shfrytzuan për periudhën nga Fieri deri në Tiranë. Të pranishëm ishin Ceno Klosi dhe deputet të tjerë, familje dëshmorësh dhe 10 qytetarë. Me këtë rast u dha një koncert festiv nga nxënësit e shkollave. Vjeshtën e vitit të ardhshëm pritet të nisë censi i bujqësisë, por realizimi i këtij procesi në kohë do të varet edhe nga miratimi i projektligjit në kuvend. Në Komisionin e Ekonomisë, drejtuesja e Institutit të Statistikave, Elsa Dhuli, tha se kostoja për të numëruar sipërfaqen e tokës që mbillet dhe me çfarë, si edhe për të regjistruar numrin e bagëtive do të duhen 9.2 milion euro që janë kërkuar si financim nga buxheti i shtetit. Censi i bujqësisë është planifikuar të zhvillohet në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Bujqësisë për raundin e censeve 2020 dhe rregulloren e Komisionit Evropian mbi statistikat e integruara të fermave. Aktualisht, strategjia e censit është në proces përditësimi dhe miratimi zyrtar, varet nga miratimi i projektligjit për censin e bujqësisë. Lidhur me koston e mbulimit, parashikohet prej 92 milion lek ose 9.2 milion euro, të cilat fonde janë kërkuar nga buxheti i shtetit në planin buxhetor afatmesëm 2026-2028. Shprehen në vimësi edhe nevojat, jo vetëm për shtesë stafi, sikurse e përmenda, pasi aktivitetet statistikore janë shtuar, por edhe për infrastrukturë teknologjike në kushtet kur kërkohet që me synimin që censi vitit të ardhshëm 2031 të realizohet bazuar në burime administrative. Censi i bujqësisë përfshin të gjitha njësitë ekonomike që kanë në përdorim tokë bujqësore apo që kryejnë aktivitet bujqësor ose blegtëral brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ky cens do të bëhet 14 vjet pasi është bërë fotografimi i fundit i këtij sektori në Shqipëri. Numërimi pritet të zgjasë 4 javë dhe ata që refuzojnë të japin informacion për punojësit e Instat që do të angazhohen në këtë proces do të ketë gjoba nga 30.000 lek deri në 100.000 lek. Censi i bujqësisë ishte parashikuar për të zhvilluar në vitin 2022, por ky proces u shtyp për në 2024, por as ky objektiv nuk u arrit dhe afati i ri tashmë është viti 2026. Arrest me burg. Ka vendosur gjykata e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Fier për Milasin Ramaj, i arrestuar nga blut e Fierit pasi e kishte kthyer banesën e tij në lagjen Kastriot në bazë armësh. 38 vjeçari ra në prangat e policisë në një operacion të befasishëm në qendër të qytetit, pas informimit nga një emision investigativ se një shtetas me të cilin ata kishin komunikuar në kuadër të punës së tyre posedonte pa leje një armë zjarri. Strukturat hetimore dhe operacionale filluan menjëherë punën duke lokalizuar 38 vjeçarin teksa lëviste me automjet, ku gjatë kontrollit ju gjet dhe u sekuestruar një armë zjarri pistolet që e posedonte pa leje dhe një shumë parash prej 3.500 euro. Në vijim të hetimeve të thelluara u mundsua zbulimi një banese në lagjen Kastriot, të cilën ky shtetas e përdorte si bazë armësh, pjesësh dhe armësh municioni që dyshohet për t'ia shitur grupeve kriminale. Nga kontrolli në këtë ambient u gjetën dhe sekuestruan 10 armë zjarri automatik, një armë zjarri pistolet, një armë zjarri pistolet automatike, 2 silenciator, 9 karikator automatiku, 3 karikator pushke, 2 krera pistolet dhe sasi fishekësh të kalibrave të ndryshëm. Milasin Ramaj ka dalë sot para trupës gjykuese të përbërë nga gjyqtare Klodiana Kryeziu, prokurore Elona Gixhari dhe avokat Arap Shkopi, ndërsa në koordinim me prokurorinë e Fierit po vijojnë hetimet për të identifikuar shtetas të tjerë që mund të jenë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Një sulm amerikan mbi një anije pranë brigjeve të Venezuelës të martën vrau 6 të dyshuar për trafik droge, tha president Donald Trump. Ky është operacioni i fundit në disa javë, ndërsa SBA po mbledh forca ushtarake në rajon.
Sulmi është shembulli më i fundit i përpjekjeve të Trump për të përdorur fuqinë ushtarake amerikane në mënyra të reja dhe shpesh të diskutueshme ligjërisht, që nga vendosja e trupave amerikane në detyrë aktive në Los Angeles e deri te kryerja e sulmeve antiterrorizëm kundër të dyshuarve për trafik droge. Në një postim në Truth Social, Trump tha se sulmi ishte kryer kundër një organizate të përcaktuar terroriste, por nuk tha se për cilin grup bëhej fjalë. Inteligjenca konfirmoi se Ania po trafikonte lëndë narkotike dhe ishte e lidhur me rrjete të palishme narkoterroriste, tha Trump. Një video 30 sekondçe të cilën Trump e postoi, dukej se tregonte një anije të palëvizshme në një mas ujë, duke u goditur nga një predh para se të shpërthente. Pentagoni tha së fundmi Kongresit të Trump ka përcaktuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të angazhuara në një konflikt armatosur jo ndërkombëtar me kartelet e drogës. Disa ish ushtarak thonë se shpjegimet ligjore të dhëna nga administrata Trump për vrasjen e trafikantëve të dyshuar të drogës në det, në vend që t'i arrestojë ata, nuk i plotësojnë kërkesat sipas ligjit të luftës. Një grumbullim i madh ushtarak amerikan po shihet në pjesën jugore të Karaibeve. Përveç avioneve F-35 në Porto Rico, ka 8 anije luftarake amerikane në rajon, që mbajnë mira marinca dhe një nëndece me energji bërthamore po ashtu. Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta rrezojë atë nga pushteti. Washingtoni ndërkohë në gusht vendosi një shpërblim prej $50 milion për informacione që çojnë në arrestimin e Maduros, të cilët e akuzon për lidhje me trafikun e drogës dhe grupet kriminale.